Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Tres duke zbardhur djegjen e qëllimshme të 2 automjeteve në lagjen Iliria. Si rezultat i hetimeve intensive është identifikuar dhe arrestuar një 19 vjeçar i dyshuar si autor i djegjes së 2 automjeteve në pronësi të shtetasve me inicialet ZK dhe AD. Ngjarja ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 9 dhjetor të këtij viti. Gjithashtu ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për një 16 vjeçar i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Specialistët për hetimin e krimeve bazuar në provat e grumbulluara gjatë veprimeve hetimore organizuan dhe finalizuan operacionin në fjalë në kuadër të cilit u vu në pranga 19 vjeçari Klavdo Macaj, banues në Shkodër. Gjatë kontrollit në banesën e të arrestuarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit, një armë zjarri mitraljozilet, municion luftarak, si dhe një sasi lëndë narkotike të dyshuar kanabis. Policia bën me dije se vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.